Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk ja u priste mendja, por këta hyje të kinemas turke janë me origjinë shqiptare. Serialet turke, të cilat njihen me emrin Dizi, po pushtojnë gjithnjë e më shumë botën, edhe për këtë ka shumë fakte. Për aq kohë sa komentojnë gjëra gjatë dhe transmetohen vazhdimisht në televizionet shqiptare, sigurisht që rritet edhe interesi për aktorët më të përfolur të kinemas turke. Për shkak të emigracionit masiv të shqiptarëve drejt Turqisë, kryesisht aty rreth viteve 1923-1939, nuk është çudi që një pjesë e konsiderueshme e aktorëve më të përfolur të momentit të kenë origjinë shqiptare. Në vend të parë kemi Kıvanç Tatlıtuğ, lindi në Adana, qytet në Turqi, dhe gjatë një interviste ai deklaroi se i ati ishte shqiptar nga Prishtina. Kıvançi, i cili njihet si Brad Pitti i kinematografisë turke, është një nga aktorët më të paguar në Turqi dhe një ndër më të vlerësuarit. Që prej vitit 2002, Tatlıtuğ ka fituar pothuajse të gjitha çmimet ku është nominuar, si aktori më i mirë, aktori më i mirë i vitit, aktori më i suksesshëm i vitit, aktori më i preferuar në seriale televizive e të tjerë. Një tjetër aktor është dhe Halit Ergenç, i njohur më së shumti përmes rolit të tij në serialin e famshëm Sulejmani i Madhërisëm. Ka lindur në Stamboll. Gjyshja e tij ishte me origjinë shqiptare dhe gjatë një interviste aktori u shpreh: "Mund ta them me plot gojën se në damarët e mi ka gjak shqiptari." Një tjetër aktor me origjinë shqiptare është Engin Altan Duzajeta. Lindi në Izmir të Turqisë, por familjarët në fakt nga ana e babait kanë qenë emigrant shqiptar nga Prishtina, ndërkohë që pjesa tjetër janë emigrant turq nga ish Jugoslavia. Në media turke, Duzajtan nuk e ka mohuar origjinën shqiptare, duke u shprehur se ka një lidhje të fortë me Shqipërinë. Aktori fitoi famë përmes rolit të tij në serialin e famshëm Ertugrul, në të cilin luajti nga viti 2014 deri në vitin 2019. Një tjetër aktor turk me origjinë shqiptare është dhe Can Yaman. Can Yaman, me profesion avokat, është aktori i njohur në Turqi, i cili lindi në Stamboll, por ka origjinë shqiptare. Gjyshja e tij nga i ati ishte emigrante shqiptare nga Kosova, ndërkohë që gjyshi ishte emigrant nga Maqedonia e Veriut. Aktori fitoi famë botërore përmes rolit në serialin e Kençi Kush dhe është një ndër aktorët i cili është në rritje për momentin në Turqi. Sukseset e tij sapo vinë dhe po rriten. Një tjetër aktor është Barish Arduç, i cili ka lindur në Zvicër në një familje me origjinë shqiptare. Origjina e familjes së nënës së tij është nga Vlora. Barish u transferua në Turqi në moshën 8 vjeçare. Ai fitoi famë përmes serialit Dashuri me qera. Në fakt te ky serial ka një rol protagonist, por ka edhe një tjetër serial shumë të suksesshëm në Turqi, i cili mund të shfaqet shumë shpejt edhe në Shqipëri. Sigurisht, Tolgahan Saisman, bashkëshorti i Almeda Abazit, ka lindur në Stamboll. Tolgahani ka origjinë shqiptare. Gjyshi nga i ati ka qenë emigrant shqiptar që u vendos në Izmir duke emigruar përmes Selanikut, Greqi. Ndërsa gjyshja ishte emigrante shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Përveç kinematografisë, ku ka marrë pjesë në disa prodhime turke si aktor dytësor edhe si protagonist, Tolgahan është i përkushtuar edhe ndaj modelingut. Dhe më në fund, një aktore shqiptare femër me origjinë shqiptare, e cila quhet Deniz Barut, është një tjetër aktore e njohur për rolet në The Yard, Black Money Love, Kajbolani Llar. Biografia e saj në internet është e vakët, në fakt, megjithatë përmes një postimi në Instagram, aktoreja ka treguar se është me origjinë shqiptare, të paktën nga ana e babait. Ajo shprehet: "Babi im i dashur, babi im i fortë. Ti ke ditëlindjen. Uroj që bashkë të kemi shumë vite me dashuri dhe shëndet. Të qëndrosh kurdoherë i fortë, kurdoherë me ne si shqiptar i natçi që je. Të dua babi im." Shprehet aktoria.
Sigurisht një tjetër aktor është Nik Xhelilaj me origjinë shqiptare, normalisht është i vetmi që përbën përjashtim pasi ndryshe nga aktorët e tjerë, Niku ka lindur dhe është rritur në Shqipëri, nga dy prindër nga Shqipëria e Jugut, jati nga Vlora ndërsa nëna nga Tepelena. Po kështu Xhelilaj i lindur në Tiranë, u formuar artistikisht në Shqipëri përmes studimit për aktrim në Akademinë e Arteve. Nik Xhelilaj ka qenë një ndër artistët që është vlerësuar përpara se të niste karrierën ndërkombëtare në Gjermani dhe Turqi. Pas sukseseve dhe vlerësimeve për rolet e shumta në filmat si Trishtimi i zonjës Snyder, Der Albanian, Alive, ai nisi bashkëpunimet me prodhimet gjermane dhe turke në një sër projektesh si Her Sevda Bir Veda, Kayıp Sehir, Winnie 2, në rolin e tij të fundit në serialin Nefes Nefes, Niku luan rolin e një shqiptari nga Kosova. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.